Shqipërisi është dhënë besimi organizimit të samitit të NATO-s në 2027 pasi është vlerësuar me rëndësi strategjike, deklaroi ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi në një konferencë për shtyp. Ky zhvillim sipas tij e çon bashkëpunimin në një etapë më të përparuar. Koha dhe datat ku do mbahet samiti i radhës do të përcaktohet nga vetë Alianca dhe organizimi i këtij samiti në vendin tonë është dëshmia më e madhe e besimit për Shqipërinë për eventet për masave të tilla ndërkombëtare si dhe rolin e saj si faktor stabiliteti në rajonet dhe më gjerë. Shqipëria dhe NATO po hynë në një fazë të re, atë që në aleancë quhet NATO 3.0. E përkthyer ndryshe NATO 3.0 përfaqëson një aleancë më të përgatitur, më të aftë dhe një NATO që kërkon më shumë kapacitete dhe më shumë përgjegjësi nga çdo aleat. Pikërisht në këtë drejtim edhe Shqipëria përgatitet për këtë realitet të ri. Ministri theksoi se në plan të parë është jo vetëm rritja e buxhetit në fushën e mbrojtjes, por investimi në burime njerëzore dhe kapacitete. Prioriteti më i madh i Ministrisë së Mbrojtjes ka qenë dhe mbetet modernizimi i forcave të armatosura, një proces i cili nuk është thjesht pajisje me sisteme moderne, por edhe një proces i përqendruar në fuqizimin e kapitaleve njerëzore, profesionistëve të mirë arsimuar, mirë trajnuar. Shqipëria është e përgatitur në rast destabiliteti, siguroi ministri i Mbrojtjes. Në lidhje me situatën e zjarreve, ai e cilësoi këtë sezon veror si ndër më të mirët për vënien në kontroll të flakëve, teksa lajmëron shtimin e avionëve zjarrfikës. Mund të konsiderohet viti më i mirë për gatishmërinë e forcave ajrore për shuarjen nga zjarri. Shumë shpejt do të kemi në Republikën e Shqipërisë avionet Krafik, si qeveria e Shqipërisë ka kontraktuar në mënyrë që të jenë operacional. Besoj që gjitha këto kapacitete deri tani kanë dhënë rezultate dhe janë menaxhuar të gjithë zjarret. Gjatë komunikimit për mediat u bë me dije edhe se kompania shtetërore e prodhimit të armëve Kajo pritet të nisë prodhimin e dronëve ushtarak në shtator.